ndodhemi këtu në këtë tendën e cila mban emrin Fijet e Traditës. Dhe këtë që shohim aty është gjithçka e punuar në dorë, apo jo? Fillimisht prezantoju. Emrin e kam Betim Belica dhe jam nga Struga e Maqedonisë. Mos jeni nga Belica, nga fshati? Po, prej ardhjen e kemi prej Belice, po. Dgjoj, si është e mundur që gjithë kjo bukuri është bërë në dorë? Po, kjo quhet mënyra tafting dhe është e punuar gjithçka me dorë. Pikë së pari e vizatojmë pikturën, dhe me thënë me Photoshop, dhe pastaj me projektor e vizatojmë në një faqe, dhe me thënë, dhe pastaj e punojmë çdo send me fije akrilik quhet, është 100% akrilik, dhe pastaj e qetim prej përpara. Dhe me thënë, çdo send është 100% e punuar me dorë. Sa kohë të merr që ta bësh një, për shembull, shotën? Po, nëse don piktura më të komplikuara, dhe me thënë, deri 2 javë merren që të përfundojë një pikturë. Kush i bën këto, vetë ju apo keni dikën? Jo, i punoj gjithë, më ndihmojnë, dhe me thënë, familjar, pjesë e familjes. Si lindi ideja? Po, ideja lindi me inspirimin e një djali që punon në Shqipëri, dhe prej aty fillova duke ushtruar unë, e mora si hobi në shtëpi, e prej aty lindi ideja, dhe me thënë, erdhen fare fisi e familjar, dhe të gjithë doshin nga një pikturë. Është kjo hera e parë që prezantohesh kështu para komunitetit? Hera e parë ishte në Heidelberg, dhe me thënë për Heidelberg Cup, isha vetëm një ditë aty, po kjo është hera e parë, dhe me thënë hera e parë në Albanian Cup. Me siguri se do të jesh dhe në festivalin e komunitetit, cili do të bëhet më 7 dhjetor, patjetër duhet jeni. Patjetër, aty do shiten të gjitha. Do me thënë, të gjitha këto i shitni? Tash për tash... Si mund t'i bën porosit, si mund t'i blen të gjitha ata që na shikojnë? Tash për tash marrim porosia, këto që i shifni, dhe me thënë, mund t'i rezervoni, por dëshiten pikërisht për pamarrësinë e Shqipërisë. Po. Të gjitha ata që dëshirojnë t'ju kontaktojnë? E kemi Instagramin, dhe me thënë, Fijet e Traditës. Po. E ka edhe këtu në Instagram? Po, e kemi aty barkodin dhe barkodin mund ta skanoni dhe ta kontaktoni. Mund edhe të merrni porosia, nuk do të thotë që vetëm këto vizatime, po përveç figurave kombëtare, a bëni diçka tjetër? Nuk kemi filluar, po pikë së pari fillojmë me traditat e Shqipërisë, domethënë. Ta fillojmë me mua njëherë, a bëni dot një figurë? Patjetër. Më faleminderit shumë dhe shumë suksese. Shumë faleminderit. Radio 3 Z, programi në gjuhën shqipe, në FM 92.3 MHz. Vatër shqiptare.